Në Pallatin e Kulturës, Dimitror Gocka në Maliq u çel edicioni i 21 i Festivalit Ndërkombëtar të Monodramës Alba Mono. Nata e parë e këtij festivali u hap me tragjedinë e antikitetit grek, Medea, shfaqje e vlerësuar me çmime të para në Festivalin e Korinthit dhe në Festivalin e të rinjve në Berat. Me tjetër sy botat, shiko. E keqja që ka pritur më gjeti. Është një vepër jashtëzakonisht e njohur e antikitetit, Medea e Euripidit, se unë kam pas shfaqje të plot, duke qenë festivali monodramës, jam detyruar që këtë periudhë e fundit ta veprën ta kaloj ta bëj monodram, ta kthej në monodram. Jam përpjekur ta mbaj korin e jam përpjekur ta mbaj në balet. Një alternim i shfaqje sa moderne, aq edhe klasike i ka të dyja. Për një javë, publiku vendas dhe i huaj do të ketë mundësinë të ndjek nga afër 8 shfaqje të ndryshme me tematika universale, të interpretuara nga aktorë shqiptar dhe të huaj. Gjeografia e festivalit sa fillon dhe shtrit. Kjo tregon që edhe cilësia e festivalit është rritur. Shtetet që kemi këtë vit në festivalin e Monodramës janë nga Ukraina, nga Kievi, sepse duhet i përmend ata në përkushtet që kanë ata të marrin pjesë prapë bëjnë art dhe marrin pjesë prapë në festival. Kemi nga Kroacia, kemi nga Polonia, kemi nga Maqedonia e Veriut, kemi nga Greqia, po kemi edhe nga Amerika, nga New Yorku. Aktorët e huaj kanë shprehur emocionet dhe entuziazmin e tyre për pjesëmarrje në festivalin e Monodramës. Цей раз я привезла монодраму. Këtë herë unë vi me një monodram të Agatha Christie dhe ky person dramatik është shumë i ngjashëm me mua. Në këtë festival marr pjesë për herë të dytë. Herën e parë nuk aktrova, por isha regjizore e shfaqjes. Këtë herë vi edhe si regjizore, por edhe si aktore. Kam një përzierje emocionesh, pasi vi nga një vend që është në luftë dhe përmes artit përpiqemi të shkëputemi nga ajo atmosferë të mërshme, të gjejmë paqe. Teatri ynë vazhdoi me shfaqjet, edhe pse lufta kishte 2 javë që kishte filluar, dhe kjo gjë na jep fuqi të krijojmë. Festivali Alba Mono, i themeluar nga artisti i njohur Dimitror Gocka, pritet të përmbyllet më 30 qershor, kur do të ndahen edhe çmimet kryesore për regjisorin, aktorin dhe monodramën më të mirë.